Përballë publikut shkodran, Viktor Martini rrëfeu kujtimet e tij më të hidhura si i dënuar politik nga regjimi komunist. Ai zhvilloi një bashkëbisedim me publikun shkodran mbi disidencën dhe analizën politike 35 vjeçare, ku sipas Martinit, aktorët politik që i janë servirur Shqipërisë në këto dekada kanë rrënjë komuniste. Demokracia shqiptare filloi mrapsht që në fillim, sepse një popull kur është i etshëm për liri dhe demokraci, i përngjet një shtektarit që shkon në përshkretin, ashtu vdek edit dhe pin ujë në një brak. Kështu ndodhi edhe me ne. Nuk shikiume kush janë ata që në gishtat përpjet, nga vinë dhe pse vinë si përfaqësues demokracisë shqiptare. Mjerisht prinen ish komunistat në Shqipëri për demokracinë. Unë kam këndër partë që e kam kundërshtu Berishën. Ma vonë, marrë një popull dhe shof se është kthy kundër këtij sistemit. Si mundem me thanë se një komunist flenë darkë e qohët e natë demokrat? Si mundem me thanë se janë demokrat i biri Rustem Gjaks, përfaqësues i diktaturës që i ka pushkatu njerëz dhe dënime maksimale? Sipas Martinit, shtresa e të përndjekurve politik është më e diskriminuara nga kjo klasë politike. Trajtimi më shëmtuar që bëhet shtresës tonë është. Unë këtu në gjep kam arkën e kurcimit temen edhe të babë që ka dekën Borrell. Ka kalua fati, thojnë, edhe i ka nërpre, që ka borgjë. Të cili burë shtetit e person, thot, kalaj a fati borgjit, i kanë hekë prej kurcimit dhe i kanë qu të referencën bankë, me urdhën të kuj, me leje të kuj, pra më kanë grabit. Dhe me marë prej venit ku i kanë vu, kja arë kursimit, dhe me përvecu, kanë dhanë letërt me bledë burgosën të kjo shtresë, por u grumodhune, se kush ka ble me këtë pare të vjalluna, të grabituna, në njërë qënërzore, e dina ta. Edhe pse kanë kaluar 35 vite demokraci, shumë familje të përndjekurve politik ende presin dëmshpërblimin nga shteti, një problem që duket se do ta shoqërojë Shqipërinë edhe për shumë vite.